Adnan Azizi paraqitet si deputet i Vlenit. Në këtë deputet i Vlenit është deputet i Mickovskit dhe i Milezecevicit, është Adnan Azizoglu. Unë nuk e konsideroj shqiptar. Adnan Azizoglu është një politikan i tipit të Nasrallahit apo të tipit të Hanjes, Hamozit. Do më na i qitë foqen e zëjzneve shqiptare si të pasardhës i një gjidratës që mjetë. Unë nuk jam i krisër, unë jam në rrugën time, unë jam në tokën time. Dërsa ti e në Sheveri, në gjepin e Mickovskit, zbardhe rastin e Haran Aliut si që ke premtuar. Lirojt të burgosrit e rastit Mohsra si që ke premtuar. Samir është me një njeri të krisër, Samir është me të tjerët. Ti ai që në Bilal Kasomin ke bo koalicion me Zaerin, Mozhen, ti ai që ke thonë, unë kum bo eksperiment me shqiptar. Ti ke bo dhe ke thonë në kanalin Ahesat Makedonsk.